ka një dokument vërtet të lashtë që bën një pretendim, do me thënë një pretendim thellësisht tronditës. Është një diagnozë mjaft ekstreme, të themi të drejtën. Ekstreme është fjala e duhur, po, sepse pretendon që nëse besimi një njeriu nuk mund të shihet fizikisht në botë, nuk është thjesht i dobët apo në ndonjë lloj krize kalimtare që ka nevojë për përmirësim. Jo as pak. Ai e quan atë klinikisht të vdekur. Do me thënë, është një diagnozë pas një kompromis. Sakt, nuk lë hapësirë për interpretime të buta. Fiks. Dhe sot po zhytemi pikërisht në këtë hulumtim të thellë, duke marrë në shqyrtim analizën e këtij teksti historik të njohur si Libri i Jakobit. Qëllimi ynë sot është të kuptojmë këtë progresion të jashtëzakonshëm se si një bindje e padukshme, e fshehur diku brenda mendjes, në thelb detyrohet të shndërrohet në veprime konkrete. Dhe përfundimisht të farketojë një reaktor të pathyeshëm, apo jo? Tamam. Ky është thelbi. Shiko, kjo diagnozë, për atë që autori e quan besimi i vdekur, shkon disi kundër çdo instinkti modern që ne kemi sot. Absolutisht. Ne, do me thënë në shoqërinë e sotme, jemi shumë të prirur ta mbajmë besimin apo sistemin ton të vlerave si një çështje rrethësisht personale. E vërtet, e shohim si diçka private. E shohim si një lloj strehe psikologjike, disi të izoluar nga e gjithë zurma dhe konfliktet e botës së jashtme. Por burimet tona tregojnë një prapavi krejt tjetër. Çfarë lloj prapavie? Tani, ky tekst nuk u shkrua si një teori teologjike për t'u lexuar në një bibliotekë të qetë. U shkrua si një udhëzues mbijetese, jashtëzakonisht praktik. Do me thënë, njerëzit ishin në krizë. Po, flasim për një komunitet që po kalonte një krizë të thellë identiteti. Autori, i cili tradicionalisht identifikohet si një udhëheqës i kishës së hershme në Jeruzalem, u drejtohet njerëzve që përballeshin me përndjetje të ashpra sociale. Wow, kjo i ndryshon gjërat. Dhe jo vetëm kaq, kishte një pabarazi drastike brenda vet komunitetit. Të pasurit kundër të varfërve. Fiks, të pasurit po shfrytëzonin të varfrit brenda të njëjtit rreth shoqëror. Dhe ndoshta gjëja më e rëndësishme, ishte një situatë ku fjalët e bukura kishin filluar të zëvendësonin veprimet thelbësore. Kuptoj, fjalë të bukura, por pas një veprim mbrapa tyre. Saktësisht. Në rregull, le ta zbërthejmë këtë pak më shumë, sepse ky kontekst i jep një peshë krejt tjetër asaj deklaratës për besimin e vdekur. Nuk është thjesht një debat abstrakt. Jo, është një reagim i drejt për drejt ndaj hipokrizisë së përditshme. Është shumë interesante për të kuptuar thelbin e këtij rrugtimi nga besimi te karakteri. Duket se mekanizmi i parë që teksti ofron është pikërisht refuzimi i këtij besimi pasiv. Më bën të mendoj për parimet e fizikës, them drejtën. Më pëlqen kjo, si e lidh me fizikën? Shiko, mendo pak për ndryshimin mes energjisë potenciale dhe asaj kinetike. Po. Merre me mend një gur masiv që qëndron i palëvizur në majë të një kodre. Ai ka një energji të jashtëzakonshme potenciale. Është aty, ekziston, është reale. E qartë. Por derisa ai gur të fillojë të rrokulliset poshtë kodrës, do me thënë, derisa të kthehet në energji kinetike që shkakton një ndikim të dukshëm në mjedisin përreth, ai nuk ndryshon absolutisht asgjë në botën fizike. Tamam, është thjesht potencial. Fiks, dhe burimet sugjerojnë se teksti e sheh atë lloj besimi të brendshëm thjesht si energji potenciale. Dhe në atë formë është plotësisht i padobishëm nëse nuk përkthehet në forcë kinetike. Kjo kornizë e energjisë kinetike është perfekte. Ilustron saktësisht se si i qaset autori problemit. Ai nuk po zhvlerëson në asnjë moment procesin e brendshëm mendor apo shpirtëror, por thekson se energjia e vërtet, kur ekziston vërtet, nuk mund të mbahet e fshehur pafundësisht. Ajo e gjej një rrugdalje. Gjithmonë, sipas analizës së burimeve, argumenti është ky: një sistem bindjesh që ka një puls real është i pamundur të izolohet. Del në dritë, patjetër. Po, ai natyrshëm manifeston simptoma të jetës, që në këtë rast janë veprimet e dëmshurisë, mbrojtja atyre që po shfrytëzohen, siç e përmendëm, dhe mbështetja konkrete materiale për njerëzit të nevojë ekstreme. Jo thjesht mendime të mira. Dhe ti nuk po i ofron një pallto. Kjo është e frikshme kur e mendon kështu. Është pak a shumë si të kesh një recetë të përsosur për një tort. Po. Por të mos e gatuash kurrë atë. Fiks, receta mund të jetë saktë në teori, por nuk ushqen absolutisht askënd. Por shiko, këtu lind një rrezik tjetër, të cilin mendoj se duhet ta shqyrtojmë.
Çfarë rreziku e ke fjalën? Nëse e vëm të gjithë theksin vetëm te kjo energjia kinetike, do me thënë te veprimet e dukshme dhe të matshme, a nuk e kthejmë të gjithë këtë sistem besimi thjesht në një listë sterile detyrash? A, e kuptoj ku do të dalësh. Do me thënë, krijohet përshtypja sikur po ndërtohet një lloj ekonomie transaksionale, ku njerëzit grumbullojnë pika morale përmes veprave të mira, duke reduktuar atë thellësinë e besimit në një spektakël. Për të parë nga të tjerët, po. Fiks, një performancë për publikun. A e zbe ky theksim të veprat vlerën e atij besimit të brendshëm? Kjo ngre një pyetje shumë të rëndësishme dhe është një frikë thellësisht e justifikuar. Të them të drejtën, ky tekst është keq kuptuar për shekuj me radhë, pikërisht prej këtij rreziku. Vërtet? Është keq kuptuar nga lexuesit? Po, historikisht, disa lexues në të kaluarën e kanë parë këtë si një ftesë për legalizëm, si një mënyrë për të fituar vlerën personale ekskluzivisht përmes punës. Sikur po blen shpëtimin? Tamam. Megjithatë, një analizë me kujdesshme e burimeve tregon se dinamika që propozohet këtu nuk është kurse si një zëvendësim i brendësisë me të jashtmen. Po atëherë çfarë është? Bëhet fjalë për një simbiozë organike. Veprat nuk e prodhojnë besimin, ato janë mjeti vetëm i diagnostikimit për të provuar ekzistencën e tij. Mjet diagnostikimi? Kjo është e bukur. Synon ta zbresat e idealizmin e tepruar nga rreth dhe ta përplas në baltën e jetës së reale. Aty ku gjërat bëhen të pista dhe të vështira. Po, aty ku njerëzit përballen me vështirësi fizike çdo ditë, nëse nuk ka asnjë reagim në atë nivel praktik, atëherë vetë burimi i brendshëm, ai besimi vihet në pikpyetje të madhe. Kjo e qartëson shumë gjën. Pra, nëse ne e pranojmë që prova e domosdoshme e këtij besimi kinetik është veprimi fizik, kjo na çon në një nivel tjetër të këtij hulumtimi. Ku saktësisht? Këtu bëhet vërtet interesante sepse lind pyetja, cila është forma më e vazhdueshme dhe e përditshme e këtij veprimi të jashtëm? Që e bëjnë të gjithë për ditë? Po, sepse shumica e njerëzve nuk ndërtojnë spitale, nuk udhëheqin lëvizje të mëdha sociale çdo ditë apo jo. Ashtu është. Veprimi më i shpeshtë, ai që ne e përsërisim me qindra herë nga mëngjesi deri në darkë, është hapja e gojës për të folur. Përdorimi i gjuhës. Absolutisht. Dhe sasia e vëmendjes analitike që ky tekst i kushton gjuhës dhe fjalëve është mahnitse. Nuk e trajton të folurit thjesht si një nënprodukt të padëmshëm të mendimit. E trajton si një forcë reale. Fiks, si një forcë me një densitet të jashtëzakonshëm tërheqje ose në anën tjetër shkatërimi. Sepse fjalët në këtë kornizë analitike janë vetë realiteti i bërë i dëgjueshëm. Realiteti i dëgjueshëm. Po, autori i tekstit përdor dy nga analogjitë më të fuqishme të kohës së tij për të shpjeguar këtë mekanizëm. Si mundet diçka aq e vogël sa gjuha, një organ kaq i vogël, të ketë një fuqi kaq shpërpjestimisht të madhe mbi fatin e dikujt? Cila është e para? Analogjia e parë krahason ato me një timon të vogël anijeje. Po, një timon i vogël i fsehur diku nën sipërfaqen e ujit. Tamam. I cili, pavarësisht atyre dimensioneve të tij krejt mikroskopike në raport me një anije gjigante, arrin të drejtojë të gjitha të masë inercie në mes të stuhive dhe dallgëve të egra. Po, kështu operon dhe gjuha. Ajo drejton trajektoren e një jete të tërë ose madje të një komuniteti të tërë. Kjo më sjell në mendje dhe atë analogjinë e dytë që përmendet në burime e cila zbulon natyrën pothuajse të pakthyeshme të fjalëve. Teksti e krahason gjuhën me një shkëndi shumë të vogël zjarri. Një shkëndi që shkrumon një pyll të tërë. Sakt. Dhe ky nuk është thjesht një krahasim ashtu poetik, pa ndonjë bazë psikologjike. Zjarri ka një veti thelbësore. Sa po fillon, ai ka aftësinë të ushqejë veten. Del jashtë kontrollit të atij që e ndezi. Pikërisht. Kur një fjalë poshtruese thuhet me zë të lartë, apo kur një thashthem lëshohet në qarkullim, dëmi është i pamundur të tërhiqet mbrapsht. Ti nuk mund t'i kërkosh falje pyllit pasi e ke djegur plotësisht, apo jo? Është shumë vonë. Pema që është rritur për dekada të tëra, tashmë është kthyer në hi. Dhe kjo na tregon se fjalët kanë aftësinë të krijojnë apo të shkatrojnë realitetet e reja sociale për njerëzit përreth nesh. Dhe për të shkuar edhe pak më thellë në mekanizmin psikologjik të këtij procesi, burimet theksojnë diçka interesante. Autori e lidh drejt për drejt përdorimin e këtyre fjalëve me vetë burimin prej nga ato gjenerohen. Që ai e quan? Që ai e përcakton si urtësi. Urtësi po.
Ai diagnostikon aty dy burime thelbësisht të ndryshme operimi për mendje njerëzore. Si ndahen ato? Nga njëra anë analizohet ajo që quhet urtësi toksore. Që do thot? Mekanizmi i saj shtytës është egoizmi, është ajo konkurenca me shumë zero, do me thënë dëshira e pamëshirshme për të dominuar hapësirën dhe për të pasur gjithmonë të drejtë në një debat. Të fitosh me çdo kusht. Esakt. Është një inteligjencë shumë agresive, thellësisht reaktive, që lë pas vetëm zhurmë dhe përçarje. Fjalët që ushqehen nga kjo lloj qasjeje janë pikërisht ato që operojnë si ai zjarri i pyllit që tha pak më parë, shkatrojnë marrëdhëniet nga brenda. Nëse e lidhin këtë me tablon e gjerë sot, duket si një pasqyrë perfekte e mënyrës se si funksionon debati publik, veçanërisht në këtë botën tonë digjitale. Absolutisht. Rrjetet sociale janë plot me këtë. Fjalët më të zhurmshme, më thumbuese, apo më përçarse, janë gjithmonë ato që fitojnë më shumë vëmendje. Dhe fatkeqësisht, shpesh ngatrohen me intelektin e lartë apo me një urtësi të thellë. Po, njerëzit ngatrojnë zhurmën me thellësinë. Tamam, por cilat janë pastaj parametrat e llojit tjetër të urtësisë që përshkruhet në tekst? Urtësisë hynore, le të themi. Kontrasti këtu është radikal. Ajo që burimi e quan urtësi hynore ka një arkitekturë krejt tjetër mendor. Në çfarë kuptimi? Tipari i saj thelbësor, sipas tekstit, është pastërtia e motiveve. Do me thonë, nuk ka një agent të fshetë pas fjalëve për të dukur superior ndaj dikujt tjetër. Nuk ka lojra pushteti. Sakt. Më pas, mekanizmi i saj shfaqet si një dëshirë e sinqertë për të ndërtuar paqe. Është një qasje që karakterizohet nga një tolerancë e hapur ndaj arsyes. Është e mbushur me mëshirë dhe i prodhon ato vepra kinetike për të cilat folëm më parë, pas një lloj hipokrizie. Pa pasur nevojë të bëj reklam. Fiks, kjo lloj urtësi nuk përpiqet të fitojë debatin me zë të lartë apo të poshtrojë palën tjetër. Ajo manifestohet në fjalë shumë të matura, në ngadalësimin e atij reagjimit impulsiv dhe në kërcimin e një të vërtete që shëron situatën, jo që e shkatron atë. Pra matet nga rezultati. Tamam, teksti vendos një standard diagnostikues gati brutal këtu. Prova kryesore nëse po operohet vërtet me urtësi nuk është retorika e bukur, por paqja që sjell. Po, sasia e paqes sociale që krijohet si rezultat i atyre fjalëve. Shiko, këtu rrugtimi fillon të bëhet sfidë vërtet inxhinierike e karakterit. Sfida e vërtet, po. Sepse nëse një njeri vendos të veprojë bazuar në këtë besim kinetik, dhe pastaj paralelisht përpiqet të disiplinojë edhe atë forcën shkatëruese të gjuhës, do me thënë të operojë me këtë urtësi paqësore, është punë me kohë të plot. Po, ai pashmangshmërisht do të përplaset me rezistencë. Bota jashtë nuk është projektuar për të shpërblyer paqen. Jo, fatkeqësisht jo. Shpesh ajo shpërblen dominimin, arrogancën të qenit jashpër. Dhe këtu ndërhyn ai fërkimi thelbësor mes bindjeve të brendshme dhe realitetit të ashpër jashtë. Aty ku vjen përplasja me sprovat. Fiks. Dhe qasja që ky tekst ka ndaj këtij fërkimi, pra ndaj sprovave dhe vuajtjes, është një përmbysje plotë asaj që ne presim zakonisht. Ne jemi mësuar të mendojmë se po të jetojmë mirë, do shpërblehemi me qetësi. Që do kemi një mbrojtje nga dhimbja. Sakt. Një lloj imuniteti hynor nga sëmundjet, nga krizat financiare apo konfliktet. Kjo është ndoshta thyrja më e madhe e iluzioneve që ofron ky material. Domethënë, ai refuzon plotësisht idenë e besimit si një fluske imuniteti. Asnjë flusk mbrojtëse atëre. Asnjë, në vend që ta shohë sprovën si një anomali të jetës apo si një defekt në sistemin e gjërave, apo madje si një ndëshkim, teksti analizon vuajtjen dhe vështirësinë si vetë ambientin laboratorik ku ndodh transformimi i vërtetë i karakterit. Ambienti laboratorik, kjo është shumë e fortë. Burimet stojnë një frazë që është thelbi i këtij procesi thellësisht paradoksal. Autori thotë: konsiderojeni një gëzim të madh kur përballeni me sprova të ndryshme. Një gëzim të madh. E di. Nga pikpamje psikologjike, të thuash që vuajtja duhet parë si gëzim, tingëllon si, nuk e di, si një gjendje mohimi të thellë apo si një absurditet i pastër. Tingëllon masokiste, të them të drejtën. Ndoshta, por autori e mbështet këtë me një mekanizëm shkak pasojë vërtet të hekurt. Po cili është ky mekanizëm atëherë? Si mund të arrihet të ndërtohet një karakter vetëm atëherë kur vendoset në këtë lloj presioni të tmerrshëm? Ndoshta mund ta mendojmë këtë si mënyrën se si ne ndërtojmë masën muskulore kur shkojmë në palestër.
Si funksionon ajo? Shiko, asnjë muskull nuk rritet duke qëndruar i qetë në divan. Për të fituar forcë, fibrat muskulore duhet i nënshtrojnë një stresi shumë specifik të jashtëm, një peshe, që në thelb, çfarë bën? Ajo u shkakton atyre mikrokëputje. Domethënë një lloj traume të vogël fizike. Fiks. Dhe vetëm në procesin e riparimit të vazhdueshëm pas kësaj traume mikroskopike, trupi pastaj fillon dhe ndërton një të ri që shumoj forca e mëparshme. Kjo është një paralele e shkëlqyer. Është që funksioni i sprovave sipas burimit. Domethënë, një lloj shkatrimi i qëllimshëm i dobësisë për të ndërtuar qëndrueshmëri afatgjatë. Saktësisht Tjum. Ajo ndarja midis atij që ne mund ta quajmë stres shkatrues dhe këtij stresi formosues është vetë qendra e argumentit këtu. Stres formosues. Po, sepse kur një vështirësi të godet, ai presioni i pandërprerë i rrethanave detyron pastaj kultivimin e asaj që teksti e quan qëndrueshmëri ose një lloj durimi aktiv. Çfarë nënkupton me durim aktiv? Që nuk dorëzohesh thjesht. Po, nuk nënkupton një dorëzim pasiv, si puna e atij që thjesht mbyll syt dhe pret të mbjetoj derisa të kaloj stuhia. Jo një letargji. Jo, është një forcë shumë aktive për të mos e braktisur asnjëherë rrugën e duhur, edhe atëherë kur rrethanat bëhen absolutisht të tmerrshme. Dhe e di pse ky stërvitje psikologjike është kaq etike? Pse? Sepse sprovat i drejtohen dhe thellësisht shkatrojnë thelbin e atyre që janë dy armiqt më të mëdhenj të pjekurisë njerëzore. Që janë I vetë mbështetjes. Po, iluzioni i kontrollit. Kjo është një temë kaq e rëndësishme këtu. Është e gjithçka. Sepse ne, domethënë sot, jetojmë në një kohë ku organizimi, kalendarët e mbushur, ato parashikimet financiare dhe teknologjia na kanë bindur të gjithëve se nuk e di se jemi drejtorët ekzekutiv të jetës sonë. Sakt. Sikur çdo gjë varet nga agjenda jon. Fiks. Ne mburremi me ato planifikimet strategjike dhe ndjejmë vërtet se e kemi zbutur plotësisht fatin ton. Por realiteti është krejt tjetër. Tamam. Por pastaj teksti bën një ndërhyrje që thjesht e thyen mes përmes këtë arrogancë. Burimet tregojnë se si ai parashtron atë mendsinë tipike njerëzore, diçka si dikush që thot, sot ose nesër do të udhtoj në filan qytet, do të qëndroj një vit atje, do të bëj tregti, do të kthehem me fitime të mëdha. Plani perfekt i biznesit. Po, plani i patemet. Dhe përgjigjja që ofron tekstin ndaj kësaj sigurie absolute është thellësisht përryese. Kujtesa se e gjithë jeta njerëzore është thjesht një avull. Një avull. Po, një avull që shfaqet për një moment shumë të shkurtër në ajër dhe pastaj thjesht zhduket. Një sprovë vërtet, qoftë ajo një dështim ekonomik apo një rënje papritur shëndetësore, e godet drejt për drejt pikërisht këtë iluzion kontrolli. Dhe ky është saktësisht momenti kritik i shndrimit. Momenti i gëzimit që folëm. Po, aty fshihet sekreti. Kur ai plani i përsosur dështon dhe kur ato muret e sigurisë që kemi ndërtuar artificialisht papritur shemben, njeriu përballet fytyrë më fytyrë me mungesën e thellë të kontrollit që ka mbi universin. Një zgjim i ashpër. Shumë i ashpër, por ky kuptim nuk synon kurse të krijojë dëshpërim apo ndonjë lloj fatalizmi të zymt. Jo, synon vetëm të pastrojë terrenin e mendjes nga ajo arrogancë e panevojshme. Heqja e egoizmit. Tamam. Ajo heqe dorë nga iluzioni, krijon atë shtratin e vetëm ku mund të rritet më në fund përullësia autentike. Në atë moment, vetëm kur njihet kufizimi njerëzor dhe kur pranohet ajo varësia thelbësore te një vullnet apo një urtësi që është shumë e madhe se e jona, aty thelbi i karakterit fitohet vërtet. Aty fitohet vërtet. Po, burimi thekson se ky dorëzim i plot ndaj procesit, domethënë kjo aftësi për të përulur para realitetit, pa u mbushur me urrejtje apo me cinizëm, në fund fare shpërblehet me ato që përshkruhet bukur si kurora e jetës. Kurora e jetës, një pjekuri e plot. Një lloj pjekurie përfundimtare, po, e cila nuk preket më dhe nuk lëkundet nga frika atyre rrethanave të jashtme. Shiko, le të bëjmë një hap mrapa këtu, sepse dua pak të admirojmë të gjithë arkitekturën e plot të këtij zhvillimi. Është vërtet mbreslënëse kur e sheh ashtu, në tërsinë e saj. Është një rrugtim i plot apo jo? Po, është e jashtëzakonshme. Pra, çfarë kuptimi ka e gjithë kjo nga fillimi në fund? Si fillim, ekziston vetëm një bindje e brëndshme, ajo energjia potenciale padukshme. Hapi i parë. Pastaj, nëse kjo bindje është e vërtet, ajo thyen kufit e mendjes dhe bëhet forca kinetike që vjet menjëherë te veprat e dëmshurisë. Hapi i dytë. Më pas, ky proces fillon të modifikojë edhe armën tonë më të përditshme, gjuhën, duke zvendësuar atë urtësinë e ashpër egoiste me fjalë që janë të matura dhe thellësisht paqësore. Po, transformimi i komunikimit?
Dhe në fund, kjo jetë ndryshe fillon e tërheq vështirësi dhe vendoset drejt për drejt në furrën e sprovave. Këto sprova pastaj shkrin të gjitha atë iluzionin e kohët të kontrollit, e digjin krenarin dhe nga gjithë ky fërkim nxjerrin produktin e pastër. Një karakter të kalitur. Fiks, një karakter të kalitur, të përullur dhe thellësisht qëndrueshëm ndaj çdo stuhie. Rëndësia e këtij dokumenti vërtet të lashtë bëhet jashtëzakonisht e thellë. Pse mendon kështu? Sepse sot kemi krijuar një hapësirë kulturore ku performanca jashtme është fjalë për fjalë gjithçka. Po, sidomos në epokën e rrjeteve sociale. Përmes atyre faqeve digjitale, është bërë më e lehtë se kurrë të kuratohet një fasad vlerash, pa pasur absolutisht asnjë lloj kostoje mbrapa tyre. Pa u djersitur fare. Do me thënë, dikush mund të shkruaj deklarata të mëdha, fjalime madhështore për drejtësinë, për paqen dhe dashurinë, duke fituar një miratim të menjëhershëm nga turma, për parën kur në kontakt real me ata individ që ndoshta po vuajnë në të vërtet diku pranë tij. Sakt. Është triumfi absolut i fjalëve boshe pa vepra, por ky tekst e godet direkt dhe pamshirë këtë mendësi performative. Ai kërkon prova fizike. Ai kërkon vazhdimisht atë korrespondencën e padukshme midis brendësisë dhe jashtësisë së njeriut. Siç tham, nuk ka asnjë vlerë një diagnoze saktë morale e problemit. Nëse nuk pason menjëherë aplikimi praktik i kurrës. Fiks, ashtu. Jakobi thret për një jetë plotësisht të transformuar, jo vetëm për një fjalor të transformuar, për të dukur mirë. Dhe kjo është një kërkesë thellësisht e pakëndshme për të dëgjuar sot, të themi të drejtën, sepse nuk lë asnjë hapësirë për kompromise të vogla ose për jetë të dyfishta. Është një pasqyrë ku nuk mund të fshihesh. Për ta përmbyllur këtë hulumtim të thellë që bëm sot, të gjitha këto elemente që përmendëm, pra veprat e dukshme si e vetmja provë jete, një besimi që rri i fshehur, pesha drastike që ka thënia e një fjale të vetme në inercinë e një dite krejt normale dhe padyshim ai pastrimi brutal i egos që vjen vetëm nga ato momentet kur ne nuk kontrollojmë dot absolutisht asnjë, të gjitha këto krijojnë një paradigmë të re vlerësimi për jetën. Një standard tjetër matjeje. E gjithë kjo analizë ngre një sfidë që është po aq aktuale sot sa që ishte edhe mijëra vite më parë. Sigurisht. Nëse e pranojmë se asnjë mendim privat dhe asnjë besim i fshehur nuk ka asnjë rëndësi derisa të regjistrohet fizikisht në botë, atëherë matësi vetëm i vërtetë i asaj që qëndron thellë brenda mendjes së njeriu është gjurma konkrete që ai lë pas. E vetëm gjurma mbetet. Dhe kjo më bën të pyes, çfarë do të zbulonte një auditim i heshtur, do me thonë një auditim tërësisht neutral dhe objektiv, i 24 orëve të fundit të jetës sonë? Wow, një auditim objektiv. Imagjino një inventar të ftohtë që nuk u kushton vëmendje fare atyre deklaratave që ne e mbajmë me zot lart, apo etiketa që aq me dëshirë vendosin vetes, por që në vend të kësaj numëron çdo lëvizje fizike të kryer. Çdo veprim. Çdo moment qëndrimi që kemi mbajtur gjatë një frustrimi të vogël ditor dhe mbleft çdo fjalë të thënë ashtu kalimthi, ndoshta në momentet e pakujdesjes më thellë, çfarë profili bindjesh të pashprehura dhe ndoshta të panjohura edhe për vetë ne, do të nxirrte në dritë kjo analizë mikroskopike e rutinës sonë më banale, pasi kjo është pyetja e pashmangshme që le pas ky libër. Në fundit, nuk jemi kurse si ato çfarë thjesht deklarojmë se besojmë, jemi çdo ditë më shumë ekskluzivisht vetëm ajo që